Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur përgatit qofte sikurse të çevaptoret. Receta është një super recetë që ja vlen t'i provoni secila motër. Krejt që kanë nevojën prej përberzve janë 15 kg misht nga brinjet e viçit ose të lupës, i bluar 2 herë në maqinë. Tek mishi i kom qitë edhe 1 kg e gjysmë me qepë grila. I kom përzi mishin edhe qepë. Në omëlljet e na nevojiten 1 kg e gjysmë me miell. Mandej 300 gram me krem, mandej 90 gram me veget, mandej 90 gram me fara të djegsa, 90 gram me biber të kuq, 35 gram me biber të zi, mandej 30 gram me sodë bikarbone. Këta janë përberset që na nevojiten për përgatitjen e çofteve. Bismillah, e vënë në kicelën ose përparsën edhe kapelen ose një shami e lënë në flok, edhe ja qesim pra të gjitha melmesat që i kam përmendur. Tash të shtojna pra 1 kg e gjysmë me miell tek 15 kg mish që është i bluar 2 herë nga brinjet. Ky mish është i përzirë pa ashtu me dhjam edhe bëhen super të shishme. Shtojna biberin e zi, biberin e kuq, mandej sodën bikarbone, vegetën, kripën edhe farat e djegse. Tashti i përzina të gjitha mishin, e gjitha melmesat, po ashtu edhe miellin mirë, edhe me mikser pra mundeni që është ju vjen juve ma lehtë. Derisa të përzihet pra mishi mirë, edhe e lëni një natë të mbuluar mishin, kështu që t'i merr të gjitha melmesat që ja u kemi hedhur mishit. Se që ka pushu pra mishin një natë, i ka marrë me mesat mirë, tashti i marrim edhe i ndajna qoftet. Kështu mishin rëmbullak, i lyna pak dorëzat veç me vaj që mos ngjitet, edhe e marrim tash këtë maqinën që është ekstra për qofte. Si tash fillim tek ajo maqina e suxhukut edhe maqinën për qofte e gjeni pra të nders në Vitamerit që ka gjitha pa isjes që ju nevojiten pra për përgatitjen e mishit, qofteve, suxhukut e gjitha me radhë. I ranojna kështu, ja bëjna formën shumë të mirë, edhe e shifni. E hekum qoftet, edhe i renditim tek të rasa ose me folje nylon. Kështu me radhë deri në fund përgatiten pra qoftet tash me këtë maqinën format edhe perfekt dolin. Edhe qoftet duken kështu, i kom kryte gjitha, i qesim me folje nylon qështu, një nylon për fundit, qofte i lyna pak me vaj pro nylonin, një rend qofte një nylon për fundit, pra të kuzhinës, një rend e lyna pra me vaj, edhe gjitha i fusim andej në friz tek akulli. Kur t'na nevojitin, i keni gjithmonë hazër. Ja vlen t'i provoni super qesh me bazë, si kur në qevaptore që janë shumë mira. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen recetat mia, deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri. Të them, miru pafshim!